Jemi pranë qendrës për punë sociale në Prishtinë, ku pikërisht në hyrje të saj tavani është i dëmtuar tash disa vite me radhë, ku një pjesë e plafonit që është tërësisht e hequr, po shkakton rrezik për punëtorët dhe për qytetarët që frekuentojnë këtë institucion. Sipas punëtorëve, çdo herë që ka të rreshura, shiu që depërton përmes të qarave të saj, po shkakton të lashe edhe në ambientet e brendshme të kësaj qendre. Ndërkaq, përmes një përgjigje me shkrim, drejtori i qendrës është shprehur se ky problem është prej vitesh dhe se nuk është intervenuar për t'u sanuar. Sipas tij, sanimi nuk është kompetencë e këtij institucioni. Sa i përket tavanit në hyrjet e objektit të qendrës për punë sociale, është një dëmtim që disa vite për të cilin edhe drejtori para meje ka kërkuar që të bëhet një zgjidhje, por sipas informatave që ka marrë, kanë qenë se është një problem i madh dhe nuk është kompetencë e institucionit tonë, por është problem i përbashkët i të gjithë banorëve të kësaj ndërtese. Ne sot kemi kërkuar dhe nga ndërmarrja publike banesore të shqyrtojë mundësitë e intervenimit tek ky dëmtim dhe të shohim nëse do të kemi mundësi të intervenohet. Kallzo.com ka adresuar pyetje edhe tek ndërmarrja publike banesore, mirë po ende nuk kanë kthyer një përgjigje për këtë.